Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po japim lajmet në televizionin 4+. Aksidenti në daljen jugore të qytetit ka lënë të ngordhura disa bagti të imta. 40 vjeçaria që drejtonte automjetin dhe bariu i tufës së bagtive nuk janë dëmtuar. Një automjet i drejtuar nga një 40 vjeçare duke udhëtuar në daljen jugore të Lushnjës ka goditur një tufë me bagti. Si pasojë e goditjes, disa bagti të imta kanë ngordhur, ndërsa mjeti ka psuar dëme materiale. Drejtuesja e mjetit nuk është lënduar dhe po kështu edhe bariu, i cili nuk ka qenë në rrugë në momentin e përplasjes. Policia e qarkullimit rrugor mbërriti në vendngjarje dhe dokumentoi rastin ndërsa ka disiplinuar trafikun e krijuar nga kjo situatë. Sipas të dhënave paraprake nga ana e uniformave të qarkullimit rrugor, tufa e bagtive kanë dalë në aksin rrugor për të kaluar në anën tjetër dhe mjeti ka përplasur. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të kësaj ngjarje që fatmirësisht nuk pati pasoja në jetë njerëzish. Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se pensionet do të rriten çdo muaj duke filluar nga janari 2026 deri në fund të mandatit sipas kategorive. Kryeministri Edi Rama përmes një video mesazhi në Facebook foli për programin për pensionistët në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm që ka depozituar në kuvent. Rama premtoi rritje të përvitshme dhe të qëndrueshme të pensioneve për çdo kategori, rritje të mbështetjes së invaliditetit dhe të pensionit familjar. Sipas tij, nga janari 2026, pensionet do të rriten çdo muaj. Pensioni urban me vite të plota pune 18.000 lek, pensioni urban i pjesshëm 8.000 lek, pensioni rural 1.000 lek, pensioni familjar 7.000 lek dhe pensioni invaliditetit 6.000 lek. Mbrëmje përcollën Parlamentit projekt buxhetin 2026 dhe jam realisht i lumtur sot, se kam përdorur ndonjëherë këtë fjalë, por jam i lumtur sot të them pensionistëve se mu ashtu, siç u zëtuam në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Siç e kam thënë gjithnjë, kjo është pjesa më e vështirë e politikës financiare të një vendi, pensionet. Por, më në fund, pikërisht sepse nuk jemi më ai vendi që mezi mbajnë këmbë, po jemi një vend me një ekonomi të qëndrueshme që rritet çdo vit, mund ta bëjmë atë për cilën u zotuam. Të arrijmë vit pas viti, të rrisim pensionet sipas objektivave të shpallura për secilën kategori. Kështu, pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lek të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lek të reja nga 15.850 lek që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lek të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lek të reja nga 20.000 që është sot. Prandaj, nga janari vitit 2026, pensionet do të rriten çdo muaj si vijon. E përsëris për te indeksimit vjetor që do të jetë një tjetër gjë. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lek. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lek. Pensioni rural do të rritet 1.000 lek. Pensioni familjar do të rritet 700 lek. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lek. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilin kategori në 2027, do të trefishohen në 2028, do të katërfishohen në 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti, ku shqiptarët na dhanë plot 83 mandate. Ky jam unë, këta jemi ne. Them dhe themi atë që bëjmë dhe bëjmë gjithnjë atë që themi.
Partia Socialiste dhe Partia Demokratike debatuan sot në Komisionin e Ligjeve për projekt ligjin për barazinë gjinore që kaloi me votat e Partisë Socialiste. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Shehu i kërkoi mazhorancës të tërhiqen sa nuk është vonë. Komisioni për Evropën dhe punët e jashtme, mes debateve të forta të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike, kaloi me votat e Partisë Socialiste projekt ligjin për barazinë gjinore, që ishte pika e parë dhe më kryesorja e rendit të ditës. Projekt ligji votua me 8 vota të deputetëve të Partisë Socialiste në komision, 2 vota kundër të opozitës dhe 1 abstenim. Mëteja i kaloi nen për nen dhe në tërësi. Deputeti demokrat Tritan Shehu para votimit i bëri thirrje kryetarit të komisionit Igli Hasani dhe deputetëve socialist që të tërhiqen nga kjo nismë sa nuk është vonë, se ligji i ri shkatërron bazën e familjes tradicionale. Ai kërkoi që nëse mazhoranca këmbgulta miratoi, çështja të dërgohet në referendum. Nuk ka asnjë direktivë detyruese për Shqipërinë për andasim bëhe me këtë gjë, absolutisht jo. Ky nuk ka lidhje me ligjin për diskriminim. Ligji për kundër diskriminimit, unë kam qenë nga ata që kam miratuar, që kam punuar për ta ligj. Ai është një ligj i mirë. Është një ligj i mirë ai ligj. Ai është një ligj që bazohet pikërisht me konceptet e gjinisë biologjike. E kjo është thelbi i gjithçkaje. Atje ndahen gjërat pastaj. Mbi koncepte bazohet gjinia biologjike apo fluid. Kjo është çështja. Dhe këtu qëndrojmë. Këtu duhet qëndrojmë. Gjinia ka bazë vetëm biologjike, kromozonale. Gjinia ka bazë kromozonale. X apo Y. Kjo është gjinia. Kjo se doni t'jeni. Prandaj, unë ju them këtë gjë. Të rriquni mbrapsa nuk është vonë. Se po futin vendin në një qorsokak. Po krijoni me gjithmend një problem të madh social në Shqipëri. Kur ai të thot, ajo burra ose ajo grua që e ndjej veten ndryshe, si ta bëni me dokumentacionin me gjendjen civile? E kuptoni çfarë amulli krijoni? E kuptoni çfarë amulli krijoni juve? Prandaj ju kërkoj këtë gjë, të riqen mbrapsht nuk është vonë. Sepse megjithmend jemi përpara një atentati kundër jetës, shoqërisë njerëzore, vlerave të familjes, edukimit të fëmijëve, çdo gjë që ka të shenjtë, kjo shoqëri mos u çefni mbas direktivave apo diçka tjetër që në fakt nuk ekzistojnë, sepse shumica vende europiane nuk ka të gjëra, përkundazi. Ju e patë Slovakia që bëri pak ditë përpara. Prandaj, kështu që unë mendoj që megjithatë ju keni numrat, por ky ligj nëse do të miratohet do të kalojë në referendum. S'ka rrugë tjetër. Kjo çështje do të kalojë në referendum popullor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikoi një video në rrjetet sociale ku mjekët u kërkojnë qytetarëve të kenë kujdes me inteligjencën artificiale, pasi nuk zëvendëson doktorin. Njerëzit po i besojnë më shumë inteligjencës artificiale rreth këshillave për shëndetin sesa mjekëve. Disa pyesin për simptomat të tjerët, çfarë të hanë, çfarë ilaçesh të marrin ose çfarë trajtimi të përdorin. Është mënyrë e thjeshtë, pa kosto, e shpejtë dhe e fshehtë, por është e rrezikshme, sepse inteligjenca artificiale shpesh nuk e di për çfarë ata po flasin. Inteligjenca artificiale nuk është doktor i specializuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikoi një video në rrjetet sociale ku mjekët apelojnë të kenë kujdes, sepse inteligjenca artificiale nuk zëvendëson mjekun, por është një mjet që ndihmon në informim, jo për diagnozë apo trajtim. Kohët e fundit ka një rritje të përdorimit të inteligjencës artificiale për qëllime mjekësore. Megjithatë, do duhet kemi parasysh që përdorimi i saj nga ana e pacientëve për këshilla, për diagnozë apo dhe për zgjidhje problemeve mjekësore duhet shoqëruar edhe me këshillat lidhur me rrisqet që ajo ka. Këshilla e parë do të ishte përdorni inteligjencën artificiale, por keni kujdes, mos ngjelni vetëm tek ai informacion që morët. Është e nevojshme gjithmonë mbështetja këshilla nga një mjek për këtë. E dyta ka të bëjë me formulimin e pyetjeve. Mënyra se si e formulon një pyetje e orienton inteligjencën artificiale drejt përgjigjeve të caktuara. Treti ka të bëjë me kontekstin. Dhe konteksti ka të bëjë me elementë të rëndësishëm si për shembull mosha e personit në fjalë, me prakticitetin e çështës, me kostot e tjera. Së fundi është
gjithmonë e rëndësishme të kemi parasysh se inteligjenca artificiale ende është një produkt në përsosje sipër. Është gjithmonë e nevojshme të kemi besim tek mjeku, empatia, profesionalizmi, njohurit, përvoja e mjekut, duket se ende janë të pazëvendësueshme nga inteligjenca artificiale, pavarësisht nga artikujt, nga kërkimi shkencor i cili vijon të na informojë në këtë fushë. Inteligjenca artificiale nuk mund të zëvendësoj kur doktorin. Është doktori i cili trajton pacientin, trajton individin në mënyrë specifike. Nuk mund të diagnostikoj një infarkt akut miokardi, që është një urgjencë madhore, dhe mund të keq diagnostikohet si një pneumoni, po e zëm, apo si një dhimbje stomaku, dhe personi vazhdon të rrinë në shtëpi duke pritur që inteligjenca artificiale t'i gjejë sëmundjen dhe të gjejë trajtimin. Prindrit nuk duhet mjaftohen me rekomandimet që jep interneti apo ChatGPT-ja, po duhet të trajtohen pediatri. Mos merrni barna dhe terapi, mos merrni trajtime nëpërmjet internetit, po ato duhet të konsultoni patjetër nëpërmjet mjekut familjes dhe mjekut specialist. Kështu që një mesazh që kam për pacientët tanë është që kujdesi i vërtet dhe ai personal fillon tek vizita e mjekut. Shëndeti është pasuria më e madhe që kemi, kështu që informohuni patjetër, por mos rrezikoni shëndetin tuaj. Kosova ka akuzuar Serbinë nëpërmjet presidentes Vjosa Osmani se po i sulmon pas rrëmbimit të serbit në Kosovë. KFOR po kontrollon kufirin dhe deri tani gjendja është e qetë. Një shtetas i Republikës së Kosovës me inicialet MV i nacionalitetit serb dyshohet se është plagosur dhe rrëmbyer në një zonë të njohur si Pika Zero në afërsi të Liposavicit në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Gjandarmeria serbe. Autoritetet e Kosovës e kanë akuzuar të hënën Serbinë për cënim të integritetit territorial të Kosovës. Ata kanë kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të reagojë. Policia ka bërë të ditur se menjëherë pas pranimit të informacionit ka njoftuar dhe bashkëpunuar me KFOR-in, që është përgjegjës për sigurinë në brezin kufitar. KFOR po e mban në vëzhgim situatën pas njoftimit të policisë kosovare dhe sipas KFOR, aktualisht gjendja në vijën kufitare administrative është e qetë. Policia e Kosovës ka nisur hetimet dhe vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me disa entitete, përfshirë KFOR-in. Policia e Kosovës e ka koordinuar aktivitetin e vet në anën kosovare të vijës kufitare administrative me KFOR, thuhet në reagimin e misionit të NATO-s. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi që bota demokratike të reagojë e skena politike e vendit të flasë me një zë për mbrojtjen e Kosovës. Kjo është edhe një dëshmi shtesë e qasjes së saj hegemoniste, ku çdo qytetar që guxon të flasë të vërtetën rreth regjimit autokratik të Vučićit sulmohet dhe torturohet në mënyrën më barbare të mundshme. Bota demokratike duhet të reagojë e të ndalë këto sulme të Serbisë që kanë për qëllim rrezikimin e paqes e stabilitetit në rajonin tonë. Ndërkaq skena politike në Kosovë duhet të veprojë e flasë në një zë në mbrojtjen e Kosovës nga tendenca të tilla, shkroi presidentja Osmani në faqen e saj në Facebook. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.